Përsa i përket faljes së namazit të xumos ditën e Bajramit, pra nëse bjen xumaja në ditën e Bajramit, atëherë a është obligativ falja namazit xumos për atë që prezanton në namazin e Bajramit apo jo? Ka trajtim të fukahat në përgjithësi. Mendimi, pra 3 mendime janë në përgjithësi. Mendimi i parë është mendimi i shumicës dietarëve, i Hanefive dhe i Malikive, të cilët theksojnë që xumaja nuk bjen, pra nuk ai i cili e ka fal namazin e Bajramit obligohet me fal edhe namazin e xumos. Dhe nuk i lejohet mos me fal namazin e xumos. Mendimi i dytë është mendimi i Shafive, të cilët thonë që xumaja nuk bjen gjithashtu, obligohet me fal edhe ai që e ka fal namazin e Bajramit, përveç atyre njerëzve të cilët me vendbanim janë larg vendit ku falet namazi xumos. E keni parasysh në të kalumen, posaç në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe më vonë, xumaja nuk është fal në çdo xhami sikur tash në kohën bashkëkohore për shkak të rrethana, po është fal vetëm në disa qendra kryesore. Për shembull, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, xumaja o fal vetëm në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në krejt Medinën edhe vendet përreth edhe vendbanimet përreth askund nuk është fal namazi xumos, përveç në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Kështu që njerëzit nga vendet e largta përreth Medinës, vendbanimet e ndryshme kanë ardhur dhe kanë fal xuman edhe janë kthy. Ata njerëz të cilët dalin edhe që kanë këtë kategori apo janë në këtë rrethon që dalin me fal namazin e Bajramit në një largësi, pastaj kthehen në vendbanimet e tyre, për ta Shafit kanë thënë nuk është obligativ që dalin edhe një herë për arsye se është e mundimshme për ta. Pra ky është mendimi i Shafive, kurse mendimi i Hambelive është se xumaja bjen. Nëse një musliman e ka fal namazin e Bajramit, atëherë nuk është i obliguar, nuk e ka farz me dal edhe me fal namazin e xumos. Nëse del edhe e fal, është më mirë dhe më sigurt, në përgjithësi të gjitha mëdhëbet thonë, mirë po nëse nuk e fal namazin e xumos në këtë ditë, atëherë ata theksojnë që nuk ka gjunah dhe e ka të lejuar. Këtë mendim e kanë Hanbelit dhe faktikisht bazohen në 2 hadithe, njërën e transmeton Ebu Hurerës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë para njerëzve ditën e Bajramit ka thonë sot për juve janë 2 festa, pra festa e Bajramit edhe festa e xumos. Dhe kush ka prezantuar namazin e Bajramit i lejohet mos me prezantuar namazin e xumos, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për veti, kurse ne do t'i bashkojmë, pra do t'a falim edhe Bajramin edhe namazin e xumos. Pra ky është hadithi në cilin mbështeten ata posaçërisht dietarët e mëdhenjve të Hanbelit, të cilët theksojnë që nuk është obligativ falja namazit të xumos. Tash mos mu zgjeru më shumë, unë kisha thënë që ma e drejta është dhe ma e sigurta është që njerëzit ta falin namazin e xumos, për arsye se në rand parë ky hadith të cilën e ceka, edhe pse disa dietarë e cilësojnë si hasen, shumë prej dietarëve e theksojnë që nuk e arrin vlerën apo gradën, shkallën e vërtetshmërisë plot që të argumentojnë me të. Prandaj më sigurt është që ka shumë dietarë që e konsiderojnë daif, do thotë hadithin e dobët. Këtë hadith edhe një hadith tjetër që është në këtë kuptim edhe atë e cilësojnë si të dobët. Prandaj më sigurt edhe më e drejtë është që të dalim edhe ta falim namazin e xumos, për arsye se për këtë kemi argumente shumë qarta. Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar thotë idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, kur të thret ezani në ditën e xumos, fas'au ila dhikrillah, nxitoni në përkujtimin e Allahut, pra në faljen e namazit, or diçka decisive, e ta anulojmë këtë dispozit me argumente që ndoshta nuk arrin gradën e besueshmërisë apo vërtetshmërisë, nuk është e drejtë, prandaj më e sigurta dhe më e mira që na flen zemra në këtë rast është që të dalim ta falim namazin e xumos, përveç ndoshta asaj rrethane që përmendin
tek dietarët e mëdhëbit Shafi që nëse një person e ka vendbanimin larg nuk në afër, domosdoshmë afër vendbanimit të tij nuk falet namazi i xumas dhe ka dalë për me fal namazin e Bajramit në xhami dhe tash është kthy në vendbanimin e tij, nëse del edhe një herë mundet me qenë e mundimshme, atëherë në këtë rast mund të themi që për këta njerëz mundet me qenë ma e lehtë për arsye se edhe për këtë ka argument pak më drejt për drejt nga Othmani kur ka qenë halife, kur ka dalë në namazin e Bajramit, në namazin e xumas, e ka theksuar që atyre njerëzve të cilët kanë ardhur nga vendbanimet e largta i kam leju që mos ta falin namazin e xumas për arsye se është vështirë për ta që të kthehen edhe një herë. E keni parasysh namazi i xumas, namazi i Bajramit kur falet, njerëzit që vinë nga vendbanimet e largta, pastaj kthehen në shtëpitë e tyre 4-5 orë, duhet dalin prapë të falin namazin e xumas, është e vështirë derisa të kthehen në shtëpi, pastaj të dalin prap. Prandaj rrethana e tyre është më specifike dhe dikush ndoshta nëse është në këtë rrethon, pra e ka vendbanimin larg nga vendi ku falet namazi i xumas ose qëndron në shtëpinë e tij, atëherë mund të themi që për këtë është ky lehtësim. Mirë, po njerëzit të cilët qëndrojnë apo i kanë shtëpitë vendbanimet afër xhamiave që falet namazi i xumas, e dëgjon ezanin, të qëndrojnë në shtëpinë e tij dhe të thotë unë kam fal Bajramin po mjaftohem me kët, nuk mendoj se kjo është e drejtë dhe ta lej xhuman me këtë arsyetim. Alhamdulillahi rabbil alamin.